Ministri i Arsimit e Vesna Janevska vlerëson se ndryshimet e paralajmëruara në sistemin arsimor janë mundësia e vetme për të kapur trenin e fundit për të bërë pjesë e një hapësire arsimore europiane. Një vit e pas marrjes së këtij posti, Janevska mendon se është punuar shumë, mirë po siç tha ajo, rezultatet do të jenë të dukshme në përmbyllje të mandatit të parë të kësaj qeverie. Duke bërë këtë, duke futur modernizimin e sistemit arsimor, ne në fakt po kapim trenin e fundit për të hyrë në hapësirën arsimore evropiane. Fatkeqësisht, në 7 vitet e fundit nuk është bërë asgjë në procesin arsimor që mund të na çojë drejt hapësirës arsimore evropiane. Mendoj se rezultatet bëhen të dukshme edhe pas një viti, por sigurisht që pres, sepse ky është arsimi dhe ky është një proces që ato të jenë qartësisht të dukshme deri në fund të mandatit të parë të kësaj qeverie. Pavarësisht të zhvillimeve në teknologji, Janevska tha se kushtet në vend akoma nuk lejojnë të zbatohet mësimi në shtëpi për raste të caktuara. Sipas Janevskës, në shumë shkolla mungon infrastruktura dhe pajisje të modernizuara për zhvillim të procesit mësimor. Kriza gjatë koronës dëshmoi se nxënësit tanë, prindrit, por edhe mësimdhënësit, një pjesë e caktuar e tyre akoma nuk janë të përgatitur për një gjë të tillë. As për mësim online nuk kemi kushte dhe nuk kemi mësimdhënës të përgatitur. As në familje nuk mund të sigurohen kushte të mira për mësim në shtëpi e as mësimdhënësit tanë nuk janë të trajnuar që nëse paraqitet nevoja, këtë ta realizojnë në shtëpi. Në përvjetorin e parë të punës si ministre, Janevska nuk përfshiju në llogaridhënien e saj zvarritjen e punimeve në shkollën fillore Liria të fshatit Zhitosh të komunës së Dollnenit, çështjen e shkollës në Banjic, mungesën e shumë teksteve për shkollat profesionale dhe shumë problematika të tjera.